me këto. Besar ka shumë kanë gërbet Tiran, gërbet i Zi, nuk është da që Zi qëtë se duket. Qëre, unë gërbet me nëj është Amerika edhe Kanada, ta di Australia. Në Zvicër, në Gjermani, krej nuk e kësha qujtë gërbet. 2-3 orë, kur ti e larg vendit, menej që është shumë ofër edhe më nëshme orë vikendeve edhe shumë alet. Po kur ti e në Amerike, kur ti në vendet që i përmena, është pak ma problem me udhtu shumë shpesh, edhe pse mu pëmbjen. Mirë po kjo puna e gurbetit është lidhët edhe këto kongë lidhen me të kalumen, pasi që normal atër kanë shku në zezën. Si që i dhojmë na, nuk kanë shku, do me thonë, prej sefit edhe nuk kanë shku atëre s'ka pos as qapodijën e pasaportat që ne janë pranu me udhtu drejt vendeve evropiane. Kështu që nuk kanë pos drejt edhe me ardhë, sepse nëse ishin ardhë nuk ishin mujt me shku më. Edhe që ato është gurbet i Zi, se s'kanë mujt me ardhë mi po, ndoshta ju kanë ndru jetë edhe dikush prej familje ardhë dhe s'kanë mujt me ardhë as varem, as mi po, as që apëdi. Kështu që për që ato dhe është gurbet i Zi, pasi që njerës me nej që nuk janë shku prej sefit, si dëmës në atë kohën e kalume, po janë shku prej zorit. Edhe, po, është gurbet i Zi kur s'ki mundësi mu këthy kur dë që ti dënë në vendin tëne prap me shku atje, sepse e kini punë ma të mirë dhe që apëdi. Njërë si këngëtare dhe i këngëve të pavdekshme, por që i keri përpunu në njërën ma të mirë të mundshme. Që dhe sot e kësaj ditë të dëgjohë me një njërës të tjetër. U flasë për Kaçurelën, po flasë për tren në Perzeren. Kështu, të ka marrë male ose ka me pas në një prurje të këtil të këtyre këngëve që thjesht në knaqin shpirtin? Me thonë drejtën mu edhe ato janë 2 prej kongëve cilat edhe mojnë ende gjallë edhe në përmramje që më thirën me knushëm, edhe pse janë një 12 vjetë që i kom ripërpunu, po janë mjaft aktuale edhe tash. Dhe shpesh, se këtë pyetje që ma bone, shpesh edhe këshyri që ka me bo në i kongë të re, po nuk po mëj mja qëllu. Si këto dyjat në shta dhe kështu që jem në atë procesin. Pastaj jo në Patabo edhe në Prishtinë është edhe kyri përpunim, po nuk është që ka pas atë suksesin e Kaçurelës edhe në tren për Prizren. Kështu që gjithmonë është që duesh mja qëllu qka për i përpunën edhe jem në atë procesin që me shiku. Po na fillimisht bashkë me Binin, kompozitor, jemi të shiku me bo një kongë të re, një kongë timën, edhe po besoj që a i kam ja qëllu një kongë shumë të mirë, cilën kemi me promovu shumë shpejt edhe me videoklip. A mund të shme qujtë